Përshëndetje shpirtër në evolucion. A e dini që frika më e madhe që ke ti, unë dhe gjithë njerëzit është frika e suksesit? Pse është kjo frika e suksesit dhe jo e mos suksesit? Sepse ne nuk e lejojmë veten të jemi të suksesshëm, sepse nëse do jemi të suksesshëm, atëherë ne do ndihemi mirë, emocionet tona do ndryshojnë dhe gjithçka do na shkojë mirë, sepse ne kemi realizuar atë që ne dëshirojmë. Por pse nuk mundesh dhe pse ke frikë nga suksesi? Sepse ke frikë të shkëputesh nga trungu familjar dhe paraardhësit. E quan veten me faj dhe gjithashtu ndihesh në keqardhje për ata që nuk kanë arritur të bëjnë diçka më tepër nga ajo që ke bërë ti. Prandaj, gjithmonë ti shkon një para dhe 3 hapa mbrapa, se ke frikë se mos i braktis ata. Ndaj, nëse dhe ti je një nga personat që ke bërë shumë përpjekje dhe suksesi jot nuk vjen ose vjen për pak dhe prap kthehesh tek vendi kur ke qenë, mos kërko as edhe një gjë në të tjerët, por kërkoje brenda teje. Dhe këtu, nëse dëshiron të të ndihmoj, jam këtu me Rita Cake, terapiste energjike dhe trajnere e zhvillimit personal, shkrimtare e 4 librave, 2 në shqip dhe 2 në greqisht, dhe një nga librat më të rëndësishëm që është Metodë dëshirimi është libri Simboli mrekullive, që ka brenda 83 madra për të liruar nga frikrat më të rëndësishme që kemi ne si njerëz. Jam këtu si trajnere për të kujtuar dhe kanal për të ndihmuar të kujtosh dhe të zgjohesh, të kujtosh kush je në të vërtetë, për të lidhur me veten tënde të vërtetë. Nuk jam asgjë më tepër se ty, por përvoja ime mund të ndihmoj edhe ty, sepse dhe unë kam qenë dhe kam bërë sabotazh vetes time shumë herë për të shkuar përpara. Dhe me përvojën e thellë, me punën e thellë, arrita në këto rezultate. Pavarësisht se ky libër mu dha nga universi, ndërmjet marrëdhënies në thellësi të meditimit, më është dhënë për njerëzimin, dhe kjo është dhe në greqisht dhe në shqip, dhe sot po e shikonja që madra e parë që unë kam shkruar është madra e lirimit nga frika e suksesit. Do t'ja u tregoj tani. Libri është ky, Simboli mrekullive, mund ta gjeni në të gjitha librarit në tërë Shqipërinë, në Kosovë, kudo që dëshironi ju dhe kudo që jeni në botë mund ta porosisni nga botimet Living. Në Tiranë do ta gjeni në Bookland dhe në librari të tjera. Mund të më shkruani në privat për sqarime më të tejshme nëse doni ta porosisni nga botimet Living, nga të gjitha rrjetet sociale, dhe ja u dërgojnë me post kudo që t'jeni. Është një vegël për të gjithë njerëzimin. Për mua çdo shtëpi mund ta ketë këtë libër që të fillojmë të lirojmë. Dhe mos harro, ti kur punon me veten dhe ndryshon energjinë tënde, sepse frikrat nuk na lejojnë të jetojmë në gëzim, në lumturi dhe në harmoni. Atëherë ti ke liruar dhe pjesëtarët e tjerë të familjes dhe punën më të madhe që ke bërë, dhe ju dedikohem grave më tepër, sepse ne kemi më tepër durim dhe guxim që të merremi me këto punë. Ke shruar burrin tënd, ke shruar fëmijët e tu, gjithashtu ke liruar nga këto frika dhe paraardhësit tënd, 14 breza nga mbrapa. Je liruar dhe nga jetët e mëparshme, nga frikat e ndryshme, sepse shpirti asnjëherë nuk harron, dhe të gjitha këto informacione janë të shkruajtura në ADN-n tënde. Dhe ky libër, kjo madrë, ka brenda shkëputje nga frikrat e të jetëve të mëparve, e përparaardhësit, dhe nga të gjithë për të lejuar në gëzim. Është shumë e fuqishme, mund ta gjeni, mund ta porositni ku të doni, dhe thashë se
po ta shikoni madra e parë, është liri nga suksesi. Është madra e parë, se vërtet ne nuk e lejojmë veten të jemi të suksesshëm, sepse nëse nëna dhe baba jo nuk ishin të suksesshëm, nuk shkuan në një shkollë, nuk bën diçka më tepër, ne pavarësisht se mundohemi shumë, prap rikthehemi tek ata. Pse e bëjmë? Nga dashuria. Unë jam këtu të ndihmoj, të lidhesh me veten tënde, nuk bëj asgjë më tepër, por vetëm kur ti je gati, të shikosh dritën tënde, për atë që vërtet ke ardhur dhe libri do të ndihmoj. Një madrë e fillojmë dhe e bëjmë për 21 ditë, në libër sqarohen të gjitha hapat si mund ta fillosh dhe çfarë do bësh, do të thënë një herë lexohet dhe pastaj bëhet 21 herë. Simboli mrekullive që është teta, do të thënë infiniti, por në këmbë, dhe ta ndërosh veten që je aty brenda, dhe i ka dhe shigjetat si mund ta përdorësh, megjithatë në libër e ke, kam bërë dhe video të tjera që e kam treguar si përdoret, në qoftë se dëshironi prap ta mësoni, më shkruani që të bëj një video tjetër që si përdoret, dhe do të gjeni 83 frikrat dhe madrat nga lirimin e frikrave. Tani, për të gjithë juve që nuk keni mënyrë ose s'keni mundësi të paguani terapit private, sepse gjithnjë mund të filloj të punoj në privat. Çdo të mërkur, akoma dhe këtë të mërkur, do kemi prap terapi falas ndërmjet platformës Zoom. Kërko të ysh në grupin në grupin në WhatsApp dhe në Viber që kam, që të marrësh informacione të përhershme dhe të marrësh link. Kërko të marrësh link kudo që jetë në tërë botën. Tani teknologjia na ndihmon që kudo që të jemi vetëm me një telefon ne mund të bëjmë terapi. Në qoftë se dëshiron të bësh terapi private, mund të më telefonosh, mund të më shkruash në WhatsApp ose në Viber, në telefonin me prefiks në Greqi, sepse ju kam thënë që jetoj në Greqi, 0030 699 321 46 37. Që të arrish të jesh i lirë, të kesh shpirtin e lirë dhe të lidhesh me veten tënde, se çdo gjë është brenda teje, mos e kërkoj jashtë, vetëm puna me veten tënde dhe bëj një hap për ditë. Ka mënyra të ndryshme si mund të ndihmoj, metoda të ndryshme dhe mbi të gjitha ndihma ime është ndërmjet përvojës time, ndërmjet ndryshimit tim. Por nuk mund të jenë të gjithë gati dhe kjo është okay. Unë jam këtu për të gjitha ata njerëz të guximshëm që duan të thonë mjaft deri këtu, ndaj në qoftë se vërtet dëgjon dhe zemra jote e ndjen këto fjalët që them, mund të lidhesh me mënyra të ndryshme. Nuk e lek të bësh terapi private, nuk e mundësi, nuk e kohë, porosite librin Simboli mrekullisë dhe fillo të punosh vetë me mënyra të ndryshme. Për gjithçka më shkruani, ju falenderoj për të gjithë ju që besoni dhe më ndiqni, jo pse kam nevojë të ndiqem, sepse e kam kuptuar tashmë që unë jam dhe nuk pres të dukem nga njerëz të tjerë. Por dhe ti mund të arrish të lidhesh me energjinë tënde dhe të qëndrosh në qetësinë tënde dhe të gjitha mundet të bëhen. Unë thjesht jam këtu të të tregoj përvojën time dhe mënyrat e vogla që ti mund të bësh. Në qoftë se prap nuk je gati dhe do akoma të vuash, të kalosh këtë rrugtim në mënyrë tjetër, prap ajo është karma jote, është mësimi jot. Unë kam ndaluar të ndihmoj më njerëzit që nuk duan të ndihmojnë veten, sepse e bënja shumë duke u lodhur vetë, duke u lexuar mendimet të tjerëve dhe duke u thënë që ke këtë program, dhe atje nuk arrin të tjetëri të kuptonte. Nuk jam e mirëqen për çdo një. Jam këtu për veten time dhe dua të mësoj të qëndrosh në energjinë tënde.
më shkruani, ju faleminderit, shpërndajeni video dhe në njerëz të tjerë, kërkoni link për nesër ditën e mërkur, se do punojmë në thellësi me fëmijën tuaj të brendshme, sepse ajo nuk na le që ne të shkojmë përpara, se ngelëm fëmijë dhe nuk lejojmë veten të rritemi dhe jemi akoma